Facebook do arri gjithmonë para kamerës kur unë filmoj. Mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot, siç po e shikoni nga titulli, është dita e parë fare që kur kam lindur që jam komplet vetë me Kianin. Sepse 3 javë mbas lindjes kisha Stefanin dhe 2 javë mbas Stefanit kisha mamin. Ups. Edhe tani jam vetë. Sot është dita e parë, kështu që ta shikojmë a do mbijetojmë. Ora 7:05, Kiani po fle akoma. U zgjuan në orën 5:30 dhe deri në orën 6:30 e ushqeva, lojtëm pak. Edhe tani ja dola ta vija në gjumë. Ishte shumë e thjeshtë se akoma ishte i lodhur dhe Kiani ndonjëherë flet deri në orën 9, po tani me këtë ndryshimin e orës, kështu që unë jam në tualet edhe do bëjmë gati komplet para se ai të zgjohet, të vishem. Nëse kam fat të pastroj një cik shtëpinë, edhe kur ai të zgjohet, nuk e di çfarë mund të bëj. Mbase do shkojmë të pijmë një kafe. Kam për të bler disa gjëra dhe të shikojmë si do ja dali mami vetëm me djalin. Ndërkohë që unë bëjmë gati, kam marrë këtë kamerën këtu edhe shikoj qa po bën, që mos hyjë 100 herë tek dhoma. Dhe për momentin po fle dhe lëviz shumë, gjithsesi po fle. E mami do bëhet gati tani. Kujdesin e lëkurës në fillim, do përpiqem të ha shpejt dhe shpejt mëngjes, të bëj flokët, të vishem dhe shpresojmë që Kiani fle deri atëherë. Më thënë në kam rutinë sarë që në mëngjes zgjohem herët, kur edhe mund të më flihet pak, por përfitoj nga koha, sepse pikërisht tani është koha që unë mund të bëhem gati dhe Kiani të flej. Do ishte mirë të kisha fletur dhe gjysmore, por e marrë këtë gjysmore kohë për vete. Sepse mendoj që kjo kohë më duhet. Unë deri tani kam qenë shumë mirë. Edhe me ndjesit pas lindjes. Sepse kam ndjekur një rregull. Po thoja që deri tani kam ndjekur një rregull, edhe rregulli ishte që mos të përpiqem, se ndonjëherë dhe nuk ja del. Nga se si sot, që Kiani është zgjuar, i ka syt mbyllur, mbase kemi fat. Rregulli ka qenë mos ta lë veten pas dore dhe të përpiqem që kur të dalim para pasqyrës, ta njoh veten time edhe të jem po pra unë, me një upgrade të vogël prej mami, por jo ta lë veten time të iki dhe të përqendrohem 1000% vetëm tek mëmësia, të përpiqem ta bëj mëmësinë në mënyrën më perfekte të mundshme, por pa lënë veten time si një grua, si një bashkëshorte, si një vajzë pasdore, duke bërë dhe ato gjëra që mua më pëlqejnë, që për momentin janë YouTube-i, videot, kështu që përpiqem që t'i qëndroj këtij rregulli dhe deri tani ka funksionuar shumë mirë. Po mbaroj make-upin, pastaj bëj gati mëngjesin. Atëherë make-upin, ja dola ta përfundoja, e kam bërë pak të errët sot. Nuk e di pse ma tha trori kështu. Bëjmë dhe flokët. Kiani i hapi syt një 2 herë, po ja del prap që ta rregulloj prap gjumin edhe të flej. Unë nuk do lahem sot, kështu që flokët do t'i kap bisht, se kam kohë që nuk i kam kapur, edhe para shtatzanis i kapja shumë këtë model. Para shtatzanis, gjatë shtatzanis, para se të bëjsha mami, e kisha fjallën. Tani do i kapim të tëra bisht, edhe kemi këtë ndarje në bukur këtu në mes.
kuzhinën e pastrova, siç e pat edhe ju, dhe bëra gati mëngjesin. Duhet të shkoj të blej, nuk kam gjëra në shtëpi. Dhe me këto që kam u sistemova. Këtë pjatën dhe I bëra me perime, përveç 2 salciqeve që I kam këtu. Duhen ngrënë se prishen. Që nuk kam djathtë të bardhë, më mungon shumë. Ditën do ta filloj me vitaminat. Këto vitaminat që I merja edhe në shtatzani. Këto vitamina që merr në shtatzani edhe në gjithdhënie. Kështu që unë nuk I kam ndërprerë, po I vazhdoj, I marr tani në DM, nuk marr atë mesana quhet ajo, që ishte gati 35 euro një pak për një muaj, po marr këto të DM-it, Femi Baby. Duken të mira dhe kushtojnë diku te 10 euro. Ka një kështu kapsul kokra. Dhe gjëja e dytë është vitaminat për flokët, për lëkurën dhe për thonjë, po unë më shumë e kam marrë për flokët, duke qenë se të gjithë e dim që flokët bien nga muaji 3 I shtatzanis, duke qenë se në shtatzani nga hormonet e shtatzanis dhe nga vitaminat, flokët nuk kanë rënë fare, pastaj jo se bien flokët, po kanë mbierë shumë flok, gjatë 9 muajve nuk kanë rënë dhe ato shtesa do bjerë, të shkojnë prapë në fillim. Kështu që unë kam përdorur një kështu si Haribo. Tani po përdor këtë. Mu duk më e mira, nuk më ka sugjeruar njëri, po nga përbërësit që pash këtu mbrapa, mu duk ajo që kishte biotinën më të lartë, edhe selenin, që na duan edhe në shtatzani. Edhe kjo është edhe shumë e thjeshtë, sepse thjesht e hedh në gojë, është kështu si ti pije, liquid, nuk e di. Me shje bjeshke. Kështu, okej, djali akoma po fle, bërë 1 orë. Kështu që mbase mama ka vërtet kohë që ta haj mëngjesin komplet dhe pastaj të kërkoj edhe një veshje. Mbase dhe të sistemojnë që këtomë, po dhomë është të sistemuar duke qenë se ne kemi shumë pak mobili në dhomë, nuk është se bëhet kollaj e çrregullt dhe kemi shumë pak gjëra për djalin. Kështu, po marr nga kjo wafel I orizit, jo I misrit, jo I orizit, se orizi ka shumë karbohidrate. Edhe misri ka, po më mirë se sa buka, të pak nuk ka gluten. Dhe pastaj, kur të bëhet djali gati, do t'i ndroj pijama, do t'i vesh veshjen dhe mbase do dalim xhiro, është koha shumë e keqe. Do shikojmë si qytet, po mua më duhet të ble ca gjëra, kështu që nëse nuk do dalim xhiro, do dalim për të blerë. Kia në zgjua një herë, I dash për të pirë edhe fjeti prap. Që nga me fat sot. Unë po përfitoj nga koha, po vishem. Ora është 9, edhe tani ai nuk fle më shumë se sa gjysmore, kështu që unë po vishem. Nuk e di çfarë po do vesh, por dua patjetër që këto këpucët I vesh. Janë këpucët e reja që kam marrë nga Shein. Edhe më pëlqejnë shumë, kështu që dua që t'i vesh, thjesht duhet të gjej tani se me çfarë do t'i vesh. Koha jashtë do shikoj modin, po duket goxha ftohtë. Kështu që mbase do vesh diçka shumë të ngrohtë poshtë, edhe një xhaketë mbase të kuqe sipër, që ta kombinoj. Edhe të shoh. Shkoj me këtë fundin e zi, me golfin e zi, edhe getat e zeza. Dhe të vesh këto këpuckat me këtë xhaketë. Kështu që poshtë do jemi të zezë, sipër do jemi kuqe. Besoj që do funksionoj. Po I vesh edhe po ja u tregoj. Dhe presim kur të zgjohet Kiani, ta paketojmë nëse Xholina, ta ndrojmë njerë. I kam përgati do të ja po janë prit. Po mendoja sot I vishja këtë kompletin, pantallonkat jam e sigur që I bëjnë. Po bluza është çike madhe, kështu që do ja provoj, mbase do funksionoj. Ose nëse nuk do I vesh këto, do kërkoj diçka tjetër. Kjo është veshja.
Mua më duket shumë cute. Tani, Kiani akoma po fle, kështu që çfarë do bëj unë? Kam disa produkte për të kthyer tek Shein, kështu që bëj gati ato. Bëj gati t'i paketoj që t'i kthej. Edhe pastaj thjesht të zgjohet Kiani, ta vesh edhe të dalim. Kështu që tani çdo gjë që ndodh në ditë, pak a shumë rrotullohet kur të zgjohet ai, sepse nëse e zgjoj, nëse nuk kam një punë shumë të rëndësishme, nuk është në humor aq të mirë, kështu që më mirë avash. Po ju tregoj produktet që do kthej, është ky fundi këtu. E kisha porositur 2 herë, pak a shumë të njëjtin, vetëm një tonalitet çik më të errët ishte tjetri, kështu që do mbaj një, e s'ka nevojë të mbaj të dy. Dhe gjëja tjetër që do kthej është ky fustani këtu, shumë i shkurtër dhe materiali fare i mirë. Gjëja tjetër që do kthej është kjo këmisha roz. Materiali shumë kot, e jo ndonjë gjë wow, përveç mëngëve, po dhe mëngët të shtrëngonin dhe të vrisnin. Jam shumë e sigurt që të lënë shenja nga poshtë kur e vesh. Do kthej këtë fundin, super i shkurtër. Kisha pyetur një herë mbase e donte ajo, mirë po është vërtet shumë i shkurtër, kështu që edhe për çmimin që kishte është shumë i shkurtër, më del çdo gjë, sepse forma ishte kaq e bukur. Këtu para me këtë pjesën e belit, po nuk e di, kaq e shkurtër dhe unë që jam e shkurtër më rrinte ekstrem i shkurtër. Imagjino gocat që janë shumë të gjata se unë. Nuk e kuptoj. Edhe po e ngjit, edhe mbarova me dërgimin, edhe me pastrimin e plerave të letrës. Sa po unisë Biri me mamin. Shikoni, gjaketë njërin krah e kam çveshur, njërin krah e kam veshur. Djali nuk është se po flen, por është shumë i qetë. Është gati në këtë periudhën para se të flej që rri shikon kështu i qetë fare. Edhe besoj që do flej. Sa i natë nuk e kemi motin aq të mirë se të kishin si atëre kur unë isha shtatzën, që dilja nga lumi, shëtitje. Ishte shumë nice. Duhet të bëj kujdes, ta vesh ngrohtë, po jo që të ketë nxehtë, sepse të pasurit nxehtë është më e rrezikshme për bebët se sa të pasurit pak ftohtë. Domethënë mirë është që mos kesh as nxehtë as ftohtë, po nxehtësia e madhe është më e rrezikshme se sa freskia. Kështu, shkojmë në qytet, bëjmë blerjet, mbase pim një kafe, çuni me mamin, të shikojmë se si do jetë. Unë nuk kam marrë qumësh me vete sot, e kam porcionin në frigorifer. E kam lënë mbasi ja jep Stefani sot në darkë, për shembull, kur unë gatuaj nese. Po, kur unë gatuaj, se sot Stefani është turni i parë, nuk është turni i dytë. Edhe kam lënë në frigorifer qumësin e pompuar, edhe tjetrin që pompova e ngriva që ta kem ose për ta dëruar ose më vonë për Kianin. Po arritëm. Po vesh dhe këtë palton, se është shumë e mirë. Edhe po marrë vetëm këtë çantën me gjërat, edhe çadrën. Edhe shkojmë. Nuk kemi fare fat me motin. Fren shumë erë, mirë që mora dhe këtë palton e zezë, se me xhaketën e kuqe vetëm do kisha dalë si trëndelin. Kianin e kam mbuluar me këtë mbrojtësën nga shiu. Edhe jemi shumë afër dyqanit ku do blej dhuratat.
Djali nuk po ishte I qetë, edhe këtu tek dyqani drogeris jemi. Ka një cep këtu me këtë derën e mbyllur, dhe unë po I jap djalit të pi këtu, dhe quhet që është cepi I gjithdhënies. Dhe djali nuk ishte I qetë, nuk e di pse, prandaj po ulem këtu të marr një ciko, ta ushqej, se mbase ka një cik më shumë uri, ose nuk e di. Edhe mendova shqyr që jep këtu, edhe kemi pamje fantastike apo që rregoj. Tani do shkojmë vetëm në supermarket, blejmë disa vezë, sepse dua të bëj disa cupcake për Kianin, duke qenë se ka mbushur një muaj që do frym qërinë e muajit të parë. Me bebe është gjithçka shumë e vështirë. Kiani nuk është se ka ndenjur shumë mirë sot, sepse nuk e di. Kam një orë që rri në makinë pa bërë asgjë, sepse Kian po fle. Edhe nuk doja që ta zgjoja, nuk doja që t'ja ndërprisja gjumin. Po e zuri gjumin në makinë, kur po ktheshim, dhe tani kam një orë që I bie vërdall me makinë dhe ri në makinë, po tani do e marr se pastaj I bie që ri shumë ullur në Seggiolino. Çështja është që unë nuk e marr dot me Seggiolinën, të duhet ta vesh tani kangurin dhe ta fut në kangur. E nuk e di si do reagoj, kam alë të do më qaj. Nuk dua të me qaj. Po ai varet tani sa mund të flej, ai mund të flej edhe një orë tjetër për shembull. Oh god. O tani që është prishur koha, disa më dhen plaga. Nuk e kisha ndjer prej ditësh plagës, sot që është koha e keqe, më dhen më shumë. Okej, duke se u zgjua. Po ikim para se të filloj të qaj e ta ushqej në shtëpi. Kemi pak që jemi kthyer në shtëpi. Ora është, o zoti ma sa keq kam flokë. Ora është 15:23. Ne ishim në shtëpi në orën 1. Pra ora është 3:20, në orën 1 ishim në shtëpi. Pritëm mamin, erdhi mamia në shtëpi. E mati djalin. Për 4 ditë kishim shtuar 400 gram. Shtotin nga 100 gram, që është shumë për moshën e tij, por kjo gjë më gëzon sepse tregon që ka mjaftu shumë qumësht, edhe që e kënaq edhe e ngop pepin, paçka se e kam djerë që në fundjavë ishte duke pirë shumë. Kështu, sa po erdha, thash, okay. Po ju tregoj çfarë bleva, dhe pastaj po ulem te Kiani, u dëgjon të shijoj ndoshta show-n e Victoria's Secret, se nuk kam ndonjë punë të madhe për të bërë, edhe dua që të marr kohën. Mora këto 2 ngjitsat, një herë dhe 2 herë, sepse siç e pat në mëngjes, doja që të çoja këto porosit mbrapsht tek çaj thon, tek posta nga Shein, dhe nuk kisha ngjitës tamam, kështu që mora këto nga 1 euro te dyqani 1 euro. Mora këtë mishin dhe dyshin, sepse Kiani është bërë 1 muaj, edhe të bëjmë një foto me numrin 1, dhe kur të bëhet 2 muaj të bëjmë një foto me numrin 2 ose një video dhe në fund do ta bashkojmë bashk. Mora shumë gjëra të tjera, mora dikse flokësh, mora një vash çelësash, mora një kaps. Dhe gjithashtu mora mish pule dhe mora mascarpone. Mish pulin e mora që do gatuaj sot diçka. Besoj do gatuaj pure patatesh me pul me speca, me salt dhe në një salat. Nuk e di, mbase. Pastaj mora bebelina për të voglin, mora edhe disa letra të lagura me vaj bajamesh. Nuk janë letra të lagur, janë letra të thata të lyra me vaj bajamesh. Për shembull kur kaka është e fortë edhe është ngjitur të shalkat, nuk mund t'ja gërryej unë këmbkat me letër të lagur.
Dhe kjo letra që është si me vaj, ja heq shumë thjesht këto gjërat që janë të ngecura në përshalkë. Edhe plus që është si ti për shembull sikur shumë e mirë për kujdesin e lëkurës së bebi, sepse vaji i bajames është shumë i mirë. Unë edhe kur e laj djalin në banjë, në vaskë, i hedh pak vaj bajamesh ujit. Kështu që ne mamia na ka sugjeruar shumë. Mamia erdhi, ishte dhe e kënaqur nga plata ime, unë tani si shtar do ulem pak të Kiani, ta shijoj këtë dolce far niente, për të ngrënë hëngrani qik që më kishin ngelur nga dje. Dhe pastaj do filloj të nis. Do shikoj një show të Victoria's Secret, se gjova që këtë vit ishte shumë i bukur. Dhe pastaj do filloj të gatuaj. Përshëndetje nga dita tjetër. Unë arrova të hap kamerën deri tani dhe po ju raportoj një cik çfarë bërëm. Quam paketën e Sheinit mbrapsh, rrobat që nuk më bënin. Kiani sot ka bërë një punë shumë të mirë. Kemi shkuar pasaj për kafe me mamin, nuk qau, dhe tani ishim për të bler dhe po kthehemi në makinë. Siçkat i ka shumë të rënda, po nuk e zej gjumi. Gjithsesi nuk ka problem, sepse dhe pak dhe shkojmë në makinë, në shtëpi. Kemi gati 3 orë jashtë, që po i vjen orari qumshtit. Dhe sa po ta ushqej, kam shpresa të mira që do ta zej gjumi në shtëpi. Shkuam blevëm edhe disa varse rrobash, se nga që kam bërë shumë blerje, më duhet dhe t'i sistemoj. Dhe bleva dhe një gotë qelshi. Si më shikon. Bleva dhe një gotë qelshi për të matur për shumë mielin apo qumshtin, për të gatuar, se nuk kisha. Edhe ja u tregoj kur të shkoj në shtëpi. Tani dhe pak shkojmë në makinë, ta paketoj Kianin në kangur, sepse se Xolino nuk e marr dot dhe nuk më lejohet të ngrej gjithë ato pesha. Kështu që paketon mami te kanguri, shkojmë te shtëpia. Ti si qesh? Nuk e di nëse qesh me vetë dje apo pa vetë dje, po ka filluar qesh. Shkojmë te makinë. Shiko sa bukur të ndjer mami Tiro. Ajo që nuk doja ndodhi, Kiani ra në gjumë 100 meter para se të shkojmë te makina. Tani do shkojmë në supermarket, këtu në qendër. Shikojmë ndonjë gjë që edhe aty t'i jap kohë të flej pak, se zuri gjumi dhe më vjen keq ta zgjoj. Pse Kian? Gjithsesi, po futem në supermarket. Nuk më duhet asgjë për në shtëpi, po nëse shikoj ndonjë gjë, do e marr ose thjesht do bëj një xhiro këtu. Që t'i jap kohë djalit të flej pak. Arra duhen gjithmonë, edhe këto më duhen, kështu që po i marr. Kazdesha e mbusha plot. Çuni fle. Arritëm në shtëpi, i dash Kianit për të pirë dhe tani shikoni atë? Që tundet, atje po fle gjumë. Ja mora këto varset, se cila nga këto ishte 2 euro në fakt, dhe ka 5 sot brenda dhe mua më duhen nga këto të vogla, sepse si që ja u kam thënë dhe më përpara, garderobi im është 35 cm i gjerë, sepse nuk donim që të merrnim shumë vend nga dhoma e miqve në atë kohë. Dhe tani kam problemin që varset normale të rrobave të rriturve nuk më bëjnë, nuk futen tek dollapi, kështu që duhet marrë gjithmonë varse fëmijësh. Dhe mora dhe këta. Shikoni. Sa më është. Këtu është me mililitër, pra për ujë, për qumësht, nuk e di çfarë mund të përdorim. Këtu është për sheqerin, pra që është ajo konsistenca pak më e fortë, më kristalish. Dhe këtu është miell, që është pra konsistenca një çik më pluhur. Dhe mund të jetë miell, mund të jetë një seshtë, mund të jetë kakao.
E mora 4 euro. Edhe më duhet, se tani kam filluar që të bëj shumë keka. Më pëlqen. Dhe jam shumë e sigurt që edhe për muajt në vijim që do jem në shtëpi me lejen e lindjes, këtë punë do bëj. Kështu që e mora këtë për 4 euro. Te supermarketi që shkova kot, mora një gjalp për të bler bukën me krip, e keni qef. Mora me ofertë 2 mish të grier prej pule, që janë zakonisht nga 3-4 euro dhe ishin vetëm për 1.99, pra për 2 euro. Mora 2 salca domatesh që janë kështu me të ndara, 3 të vogla, që për shembull nuk më duhet shumë mos të hap pakon e mos të harxoj ta fut në frigorifer, të ngelet në frigorifer për ditë me radhë. Kështu që këtu përdor një, nëse më duhet pak ose 2, edhe jam në rregull. Secila nga këto ka 3 dhe ishte vetëm 80 cent. Tjetër kam marrë pomelo. Këtë frutin pomelo e kam njohur vetëm kur isha këtu në Gjermani. Në Shqipëri nuk e kam parë. Është në familjen e agrumeve, pra portokallit, limonit, mandarinave, por është e madhe dhe nuk është aq i ëmbël nga brenda. Mora flet dafine sepse do bëj një ditë një gulash ose gjell me mish, që themi ne. Mora makarona në miell integral. Dhe mora një herë fara dhe cashew dhe një herë ara. Besoj që këto më duhen si për në për salata, si për t'i ngrënë kështu, sepse janë ushqime me vajra shumë të mira. Edhe tani në gjithëdhënie besoj që më duhen gjithmonë dhe unë i përdor si në për ëmbëlsira, i përdor si në për salata ose dhe për t'i ngrënë kështu si snacks. Përderisa djali po fle, unë po përfitoj dhe shkoj të përpunoj një video që kam nisur me Shtepanin, edhe shpresoj që ai të flej derisa ta mbaroj. Kur ta mbaroj, po mendoja kemi parkun poshtë, edhe ta paketoj tek kanguri, edhe të shkojmë tek parku, edhe të shikojmë një çik çfarë mund të bëjmë. Ora është 2:20, kështu që edhe për pak në orën 6 vjen Shtepani, por nuk më duket shumë, sepse edhe po të dalim tani një orë, domethënë sot ka shkuar dita perfekt. Sa vjen dhe po e njoh më mirë djalin tim, po e njoh rutinën, si flen në mëngjes, çka ka qef, për shembull si ka qef ta vesh në gjumë, ta vesh një herë në krah, pastaj ta ulësh në çfarë orari, kur qanse duhet ta ndroj, kur qanse për shembull flihet gjumë apo ka uri. Kështu që po besoj po e njoh çdo ditë edhe më mirë, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kështu, shkojmë të editojmë një video, edhe gjërat nuk po i sistemoj tani se kam hatë se e zgjoj duke hapur dollapet. Shpresoj që të flet, zakonisht në këto orë nuk flem shumë se gjysmore, kështu që ikim shpejt. Djali u zgjua brenda 5 minutave. Prandaj e paketova këtu në kangur. Dhe kemi dalë tjera nga albumi. Sepse para se të kisha një mund ta kisha vënë prap në gjumë. Mirë po duke që ishte irrituar, edhe mendova ne do dilnim xhiro nga lumi, të dalë tani që dhe ai të ketë kohë të qetësohet pak, edhe unë po ashtu të marr kohën time të meditoj pak ndërkohë që ai flen. Edhe në këtë kangurin funksionon shumë mirë. Ma ka dërguar mam Kozi. Dhe në fakt ne kemi një kangur tjetër që na ka bler Vjera. Mirë pa ajo është për pak më vonë. Është deri në 25 kg. Kurse kjo këtu është deri në 11 kg, fillon nga 3 kg dhe kjo janë tani është 5. Kështu që në këtë mbajtsen kangurin këtu e kam futur. Rruga shumë e bukur, po ja u tregoj, edhe unë e kam tamam si një si terapi këtë daljen. Pengojnë qik vetë makinat që kjo shëtitoria është shumë afër rrugës,
Po s'kemi që bëjmë. Po ju tregoj njerë sa bukur duket.